Në të njëjtën gjykatë ku para një muaji u dënua kryetari i Prizrenit dhe për të njëjtën vepër, keqpërdorimi i detyrës dhe autoritetit zyrtar, po gjykohet edhe kryetari dhe ish kryesuesi i kuvendit të komunës së Dragashit. Aktakuza e prokurorisë themelore në Prizren e ngarkon kryetarin e Dragashit, Salim Jenuzin, dhe ish kryesuesin e kuvendit komunal, Lulzim Rifaj, se më datë 27 gusht 2009 i kanë shkaktuar dëm ndërmarrjes shoqërore sharprodhimi në Dragash, e cila është në menaxhim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Sipas prokurorisë, pas marrëveshjes së tyre paraprake, ata shpërdoruan përzitjen e tyre zyrtare në atë mënyrë që i akuzuari i parë në cilësi të kryetarit të komunës së Dragashit urdhëroi drejtorin e urbanizmit dhe katastrës që të bartë pronën shoqërore në sipërfaqe prej 29.7 hektarësh, prej pronarit të ndërmarrjes shoqërore sharprodhimi në pronë të kuvendit komunal të Dragashit. Pastaj, këtë patundshmëri i akuzuari Jenuzi u dha në shfrytëzim pa ndonjë bazë juridike personave fizik, blegtorëve. I akuzuari i dytë Lulzim Rifaj, si kryesues i kuvendit komunal të Dragashit, sipas aktakuzës paraprakisht e vënë rend dite këtë bartje të pronës shoqërore, duke bindur asamblistët që ta votojnë propozimin, edhe pse e dinte se një veprim i tillë është në kundërshtim me ligjet në fuqi, pasi menaxhimi i pronës shoqërore me ligj i përket AKP-s. Të premten në gjykatën themelore në Prizren u paraqit si dëshmitar iniciuesi i kallëzimit penal të këtij rasti ish drejtori i ndërmarrjes sharprodhimi Niazi Tërshnjaku. Dëshmitaria njoftoi trupin gjykuese pas parashtrimit të kallëzimit penal, kuvendi i Kosovës pronën e kontestuar e ka shpallur Park Nacional. Mirëpo si tha ai, edhe pas kësaj ndërmarrja ka vazhduar të lëshoj kontrata për shfrytëzim nga fermerët dhe blegtorët. Prokurori i rastit me Disefa pati vërejtje në dëshminë e Tërshnjakut, për shkak se ai në disa raste mohonte ato për të cilat vetë kishte nënshkruar dhe kishte paraqitur kallëzimin penal. Që ai vetë ka iniciuar këtë çështje pranë policisë edhe pranë prokurorisë. Edhe unë dëshiroj të konfrontoj vetëm me ato që ky ka nënshkruar edhe ka bë konstatime në faqen e dytë. Lidhur me këtë dëshmitar, gjatë seancës, avokati kryetarit Jenuzi, Rushdi Berisha, pati shpesh herë replika me prokurorin. Po bashkë për këtë fakt, ju lutem, sa ai përfaqësues i palës dëmtuar nuk është dëshmitar, ndërsa pa ndonjë propozim paraprak që të dëgjohet edhe si dëshmitar, ai sot u dëgjoi si dëshmitar, neve nuk na pengoi kjo punë, mirë po ishte çështje e parimit të procedurës penale se si duhet shkojë. Me që avokati Fatmir Jelliçi, mbrojtësi i Lulzim Rifës, kishte angazhim në Komisionin Disiplinor në Odën e Avokatëve të Kosovës, seanca gjyqësore u shty dhe seanca e radhës u caktua më 2 maj. Ja me këtë muhabet. Jemi pastë, hiç kanare, çfarë duhet, ç'o problemi.